Kandidatja koalicionit Euroatlantik në Shkodër, Valbona Quku Lisha, ka zhvilluar takimin elektoral të radhës në ambientet e një fasonerie në qytet. Në bashkëbisedim me punojësit, ajo u ndal tek pikat kryesore të programit të saj, me fokus të veçantë gratë dhe të rinj. Prania jame si një kandidate në zgjedhjet e 11 majit ka kanë për një arsye madhore temën që është me prezantu gratë, gjithashtu edhe rinin. Këto dyja janë qëllimet e mia kryesore pse jam këto. Valbona Quku Lisha thotë se me kandidimin e saj në këto zgjedhje synon të nxjisë pjesëmarrjen e grave në politik. Mas kaq vjeç, unë shpresova që duke e hedhë një hap kaq të vështirë për mu marrë me politik, një vend që s'kisha menduar kurse do të isha, mund të bëj një ndryshim, mund të jem si shembull për gratë të tjera edhe njerëz të tjerë me integritet që me marrë pjesë në politikë. Politika ka nevojë për njerëz të ndershëm. Kandidatja Lisha shpreson se këto zgjedhje do të sjellin rotacionin politik që e sheh si të domosdoshëm për zhvillimin dhe integrimin e vendit. Ndryshimi më i rëndësishëm është rotacioni politik. Në këtë moment që kena një opozitë gati inexistente, unë besoj se vetëm me persona me integritet duke marrë pjesë në këtë opozitë do të bëhet një riciklim i vërtet, një ndryshim i vërtet politik. Koalicioni Euroatlantik në drejtimin e Lulzim Bashës paraqitet në qarkun e Shkodrës në këto zgjedhje me 11 kandidat në listën e hapur.